Përshëndes, unë jam Joli Paparisto, jam koreografe, profesion, po ndërkohë jam edhe drejtuese artistike e grupit Gjergj Kastrioti në Michigan. Ju falenderoj nga zemra për fjalët e bukura dhe unë mendoj që ishin nga zemra ato fjalët tuaja dhe ndihem shumë mirë sepse të arrish të kuptosh performancën e një grupi artistësh të cilët me gjenerata janë larg vendeve të veta, grup artistësh që nuk përfaqësojnë vetëm një etni, po përfaqësojnë në përgjithësi kulturën e përgjithshme shqiptare. Unë jam shumë koshciente sepse unë i qëndroj traditës, po nuk them që i qëndroj folklorit, se unë vetë jam koreografe, balerin, do me thënë e kam teknikën pak më të zhvilluar se sa folklori. Dhe jam koshciente për gjitha këto. Po unë ju falenderoj që keni kapur më të rëndësishëm prezantimin dinjitos që ata artistë bëjnë, sepse ata punojnë në mënyrë shumë të rregullt, në një shkollë shumë të rregullt, sikurse gjithë shkollat e tjera të artit. Ishte shumë kënaqësi që ne ishim pjesë, edhe jemi pjesë, dhe kemi qenë dhe besoj dhe do t'jemi. Faleminderit Gentiana që na thërrite edhe këtë herë. Do doja shumë të ndaja me ju disa gjëra të brendshme të grupit tim. Duke dëgjuar dhe kolegët, dhe më vjen shumë çudi sepse unë kur vi këtu mendoj që vi në vendi ku vërtet gjithçka duhet ndodhi, duhet të jetë shumë autentike dhe duke parë gjithë to shqetësime që kanë, atëherë më vjen keq që po e them, po më vjen shumë mirë që ne, domethënë, vim atë merakun që s'po bëjmë folklor të pastër, po në këtë pikë domethënë jam rahat sepse e kuptoj që edhe këtu ka vështirësi për me mbajt folklorin e pastër. Dhe shpresoj shumë fort që në performancën tonë të sotshme, që është ndryshe nga e dieshmja, do vazhdojmë të jemi me këngëtarë të vegjël dhe të mëdhej që këndojnë live. Valltarët ju i patë si janë, koreografia teknikisht është shumë e lartë sepse ato marrin një ushtrim teknik profesional shumë të madh. Veshjen i kemi me xhubleta, jemi munduar të rrim traditës, originalitetit, duke përfshirë edhe flokët e bukura ashtu siç i kanë hije xhubletës. Nuk e dija që ishim në konkurim me thënë drejtën 100% për sot, po jam shumë e lumtur nëse do t'jemi. Nuk e dija, e marr do të konfirmim nga ju, Gentiana, jemi në konkurim sot? Po, do t'jemi. Programin live dhe sot jeni. Okej. Jo, na jep shumë kënaqësi. Dhe së fundmi do doja të ndaja me ju këtë motivimin që marrin këta brezat e ri, të rritur në Amerikë, që shkret ndryshe nga motivimi i fëmijëve që rriten këtu në vendin e tyre me gjuhën e tyre. Një fjalë mirë e juaja dhe një vlerësim do ta ngrinte shumë lart motivimin e këtyre fëmijëve. Ata flasin shqip, po shqipen e kanë të folur sepse duam ne që ata ta mësojnë. Por shqipja në Amerikë, brezi i tretë, pothuajse nuk duhet ishte zhdukur me kohë e me vakt. Prandaj ju lutem na i motivoni për asgjë tjetër, vetëm që ata të ndjehen fuqishëm që ta vazhdojnë këtë traditën sa më gjatë e mundur. E ju falenderoj nga zemra për fjalët e mira që thatë për grupin Gjergj Kastrioti, e faleminderit Gentian. Organizimi juaj ka një dashuri shumë të madhe.